Një 55 vjeçar u arrestua në Fier pas një denoncimi nga ishnusja e djalit e cila e akuzon atë për ngacmim seksual ndaj mbesës 5 vjeçare. Ngjarja është bërë ditur nga policia, ndërsa nëna e vajzës e ndarë nga bashkëshorti ka dorëzuar kallëzimin. Nga ana tjetër, babai i të miturës mohon kategorikisht akuzat ndaj të atit, duke deklaruar për mediat se gjithçka është një sajesë e ish bashkëtuese së tij, e cila sipas tij kishte braktisur vajzën kur ajo ishte 6 muajshe dhe tani po kërkon kujdestarinë e saj. Për mos ta çuar në jetimore, ka marrë në kujdestarinë time. Në kushte të vështira ekonomike, u kam thënë prindërve që vajza vërtet është e imja, por sot e tutje ajo është e juaja. Kontributi im do të jetë në vlerë monetare se detyrohem që të largohem që të punoj. Afrimitetin ajo e ka me atë, nuk ka shans që ta ketë as me mua as me njëri tjetër, thot babai. Sipas babait të vajzës, nëna e ka takuar të voglën 2 ditë më parë në një hotel në Fier, ku qëndroi dhe aty pretendohet se 5 vjeçaria i ketë rrëfyer që gjyshi e ngacmon. Nuk e di nëse quhet ngacmim ta fërkosh vajzën nga kurrizit e ta ngresh në krah dhe ta puthësh, apo edhe mua do të më quaj që ngacmoj vajzën time që e ngre në krah, e puth e kafshoj te barku apo te kurrizi. Kam 2 net që po e gënjej se do të vi gjyshi, se vajza ngrihet natën nga gjumi, qan. Si lidhjen që kanë ata të dy është zor ta gjesh, thot babai. Të shokuar nga kjo ngjarje, janë të gjithë bashkëshatarët të cilët thonë se nuk e njohin për njëri të tillë 55 vjeçarin. 55 vjeçari ndodhet në komisariatin e policisë në Fier në pritje të seancës gjyqësore.